Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit. Ditët e fundit kanë qenë ditë të vështira për të gjithë shqiptarët. Protesta në Shqipëri vazhdon çdo ditë e më shumë, situata po tensionohet edhe më tepër, por ditët e fundit disa fotografi me X në mes të personazheve publik, këtu përfshir Aurela Gaçe, Ardit Gjebrea, Alban Skënderaj, bën që vetë artistët të reagojnë për veprimin që kanë bërë protestuesit kundër drejt tyre. Protestuesit akuzonin Aurelën, Albanin, por njëkohësisht edhe disa nga personazhet e tjerë, këtu moderatorin e famshëm Ardit Gjebrea, moderatorin e emisionit Opinion Blendi Fevziu dhe disa figura të tjera që nuk e mbështesin protestën dhe janë në interes të partisë në pushtet. Për këtë gjë ka reaguar edhe vetë Aurela Gaçe në Instagramin e saj, duke shprehur shqetësimin dhe duke bërë një përmbledhje në fakt të gjërave se që kur Aurela kontribon për popullin shqiptar. Aurela thot kështu: nëse po lufton për një çështje të madhe kombëtare, sillu si e madhe. Unë jam bie popullit, jam krah tij edhe me vepra. Ndaj kujdes e dashur kur të marrësh foton e dikujt që nuk ka punuar kur në shtet, nuk merr rrogë askund kur cënohet taksa e popullit, nuk ka pranuar kur të jetë pjesë e fushatave elektorale. Do të thënë Aurela flet për veten e saj në këtë mes. Pra, thot, e vërtet jam person publik, por jo si ai ose ajo që ka vjedhur këtë popull. Protesta ime është e lexueshme në çdo postimin tim, edhe me shkuarjen në shesh. Informimi është i domosdoshëm. Unë jam person publik, por edhe privat. Çfarë do të thotë? Që unë jam pjesë e rrogëtarëve, unë nuk jam pjesë, më falni, e rrogëtarëve në shtet, që unë s'kam marrë kur një tender, që unë s'kam marrë pjesën në fushata me gjithë pagesa të majme. Të marrësh foton e dikujt e ta bësh tabel qitje për qëllimet e tua që dyshoj se janë të pastra është e papranueshme. Në fakt ky ka qenë reagimi i Aurela Gaçe për të kaluar edhe tek reagimi i Alban Skënderaj që ka bërë publikisht, domethënë, në Instagramin e tij, ku njëherët Albani thotë që ka anuluar edhe projektin e radhës, i cili ishte një projekt gjigant, motiv që do t'jepeshte këtë verë në Vlorë. Do me thënë, në shenjë respekti për protestën, Albani në një farë forme proteston duke anuluar edhe projektin e tij, një projekt që motivi, do me thënë, është një projekt shumë gjigant që mbledhen të gjithë shqiptarët. Aurela në një postim të mëhershëm tregon që protesta e saj dhe kontributi i saj për Shqipërinë, për shqiptarët dhe për të ardhmen e Shqipërisë në sferën e muzikës ka qenë një kontribut i dhënë ndër vite në mënyrë të jashtëzakonshme. Në të njëjtën formë, kështu është shprehur edhe Alban Skënderaj, si djalë i Vlorës edhe si vajzë e Vlorës, Aurela, ku sipas protestuesve, domethënë, nuk e mbështetën protestën në Shqipëri. Këngëtarja Fifi, një nga këngëtarët më të dashura në tregun shqiptar, gjithashtu ka anuluar të gjitha projektet e saj sepse ka përzgjedhur që projektet në këto ditë të vështira të shqiptarëve të mos të bëhen publike. Fifi të gjitha projektet i ka lënë pasi që protesta të qetësohet dhe të merr një rrugë të pastërt edhe të fitohet ajo se çfarë shqiptarët kërkojnë, për faktin sepse nuk e quan të arsyeshme ku të gjithë shqiptarët janë ngritur në këmbë dhe kërkojnë të drejtën e tyre, kërkojnë të jetojnë të lirë në vendin e tyre dhe kërkojnë të mos të ketë korrupsion, Fifi të vazhdon të këndon apo të sjellën projekte dhe në një farë forme edhe në këtë mënyrë protestuese, Fifi proteston duke mos sjellur asnjë projekt dhe duke mos publikuar asnjë videoklip, edhe pse i ka këngët gati dhe i ka klipet
klipet të gjitha gati. Do me thënë, në një farë forme, Aurela, Albani dhe Fifi janë artistë të cilët do me thënë, kanë lënë anash të gjitha punët e tyre, të paktën edhe Albani, do me thënë, ka anuluar koncertin e tij gjikant Motiv, por gjithashtu dhe Fifi ka anuluar të gjitha projektet në kuadër të kësaj proteste.